në secilin takim, por edhe opozita ka marrë sot pjesë në intervistim, vetëm AKJ nuk ka marrë pjesë. Armen Zema i LDK-s dhe Ganimet Musliu të PDK-s kanë qenë sot. Në komisionin tjetër ka të tjerë deputet, sepse disa janë të një, disa ndryshojnë në komisionin për KPM-n, dhe të hënën ata do të mblidhen për t'i caktuar besoj intervistat të martën dhe të mërkurën, ose një ditë të vetme për KPM-n, dhe pastaj besoj që në fund të javës tjetër, të enjtën ose të premten e javës tjetër, emrat do të dërgohen në afati kur do të mund të ketë një seancë për çështjen e presidentit. Edhe një çështje tjetër Gjem që e kishin ngritur ishte tek çështja e pyetjeve, që më parë ka qenë një praktik tjetër që është bërë me pyetjet që kanë qenë të njëjta për të gjithë kandidatët, nëse nuk gabuam apo. Po, edhe këtë ishte kështu. Jo, e bën vretja jone ishte, po, nuk ishte caktuar, nuk ishte kohë mjaftueshme për metodologjia, duhet të caktohet shumë kohë më përpara. Kurse metodologjia për pyetjet dhe u zgjodhen pyetjet që përgatitur nga administrata ndodhi sot në orën 9. Pra, para se të niste procesi i intervistimit. Ndërkohë që do duhet di shumë më herët se si do të bëhej. Do duhet të kishte shtërrim të debatit, do duhet që secili prej deputetëve të komisionit ato të jepte mendimin e vet, se cilat pyetje janë më të përshtatshme, nëse mund të bëjmë pyetje të tjera, nëse mund të marrin sugjerime të tjera. Dhe sot në orën 9, pra para se të niste intervistimi i kandidatëve, deputetët për shumë pak minuta, praktikisht e caktuan këtë metodologji, pajtuan për 5 pyetje të cilat më pasaj ishin të njëjtat që u bën. Natyrisht deputetët janë të lirë dhe kjo u bëhe qartë edhe nga udhëheqja korrekte e intervistave nga zonja Arbëria në Gaci, që mund të bëjnë nën pyetje nëse konsiderojnë që është relevante varësisht se çfarë prezanton një kandidat, që mund të bëjnë edhe nën pyetje, edhe pyetje jashtë atyre që janë të shkruara për kandidatët. Por thjesht procesi është shumë i lodhshëm, prandaj është i dëmtuar, sepse sidomos sot pas orës 17 dhe koncentrimi i deputetëve sepse ata kanë qëndruar deri pas orës 9 dhe kanë qenë aty në orën 9, dhe pastaj nuk është fair edhe ndaj kandidatëve që kanë ardhur, kanë pritur, që të marrin pjesë në këto intervista, dhe prandaj procesi nuk është fair, do duhet të pezulloj, e kemi të qartë dhe e kishim të qartë që nuk do të pezulloj, sepse është interes i VV-s që ta shtyjë përpara, por mund të ketë një epilog të dëmshëm, që në vend që t'ju ndihmoj që do duhet të ishte rasti dhe t'i komplementoj këto borde për t'i funksionalizuar këto institucione, vetëm do të bëj dëm. Pra, Gjem, paka shumë çështja e pezullimit duket sikur një mundësi jo reale tashmë në këtë pikë kur veç ka dhe ka nisë çështja në fakt intervistimi, po çka e that epilog i rrezikshëm, çka do të prodhoj edhe në kuptimin e frymës për cilën shumë herë fatkeqësisht kohëve të fundit kemi diskutuar bashkë në këtë studio, kemi diskutuar për këtë frymë që gazetarët ishin prej shumë e lehtë, vazhdojnë të jenë prej shumë e lehtë për t'u goditur, për t'u sakatuar në rrjetet sociale, pra çka do të thotë një epilog i tillë i mundshëm në bazë të krejt kësaj që ju keni monitoruar sigurisht në vazhdimsi, çka mund të nxjerrë më pas në këtë çështjen e frymës që do duhej të ishte momenti që të flisnim për diçka që po ndron, po merr kohë të kundërta ne nga të duhet shkonte. Tani, nëse ne kemi parë që zoti Kurti dhe qeveria mbas së paku në raport me opozitën ka ndryshuar pak diskurs, kujtojmë pra që fitoria e 20 dhjetorit dallonte shumë me zgjedhjet e shkurtit sa i përket retorikës së zotit Kurti ndaj opozitës, dhe ne prisnim që kjo të reflektohet në raport me mediat, por kjo s'ka ndodhur. Pra, ajo që nuk ka ndryshuar është kursi i qeverisë Kurti, i zotit Kurti, i deputetëve të vendosës, i ministrave të vendosës, që vazhdojnë të konsiderojnë mediat si armikun, gjë që është e papranueshme, që i vënë rrezik gazetarët, pra nuk janë ndalur komentet, sulmet në rrjetet sociale, në intervista të eksponentëve të qeverisë kundër gazetarëve, dhe kjo natyrisht reflekton në fakt nëse e keni parë para më pak se një muaj ne kishim këtu një delegacion të madh të platformës së Këshillit të Evropës për sigurinë e gazetarëve, ku bën pjesë Federata Evropiane e Gazetarëve, reporterët pa kufi, Index on Censorship, International Press Institute, pra janë organizata lidere të lirisë së mediave në Evropë, dhe erdhën këtu e takuam edhe kryeministrin Kurti dhe akter të tjerë edhe menaxhmentin e RTK-s, gazetarët, aktorë, dhe e përfundimi i deklaratës ishte pra që vazhdon të bie liria e medias në Kosovë, që lidhet pra me 3 faktorë kryesor, shumë e rëndësishme sulmet e qeverisë kundër gazetarëve, retorika nxitse e urrëtijes, ndërhyrja politike në RTK,
që është evidente dhe RTK-ja shërben si organ i propagandës për qeverin Kurti dhe për vetëvendosjen dhe KPM-ja, ligji i KPM-s, pra fakti që gjykata kushtetuese e ka shpallur antikushtetues që kjo qeveri, kjo parti politike që ka shumicë në kuvend e ka miratuar ligjin e KPM-s duke e ditur se është në kundërshtim me kushtetutën, sepse kështu i kishin thënë të gjithë, prania ndërkombëtare, pra Këshilli i Evropës e kishte sugjeruar qeverinë e Kosovës që të mos i miratoj dhe e kishte miratuar. Dhe këto 3 elementi kryesore pra kanë bërë që liria e medias të vazhdoj të bjetë. Tani ne edhe në takim edhe pas takimit kemi spaku një përkushtim që të punohet bashkë me shoqërinë civile për një ligj të ri të KPM-s, që e mirë presim, pra ne si AKK, por dhe eksponentë të tjerë të shoqërisë civile jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me zyren ligjore të qeverisë, me Kuvendin e Kosovës, që hartimi i ligjit të ri të KPM-s të jetë në standarde të bashkimit evropian. Ju të gatshëm të bashkëpunim, po është dhe pala tjetër. Po, do të thotë kemi marrë përkushtim edhe nga qeveria, nga ekipi ligjor i kryeministrit Kurti, që do të na thrasin në konsultime publike, që janë të interesuar që të kemi hisën tonë për të dhënë opinionet tona se si do duhet të duke i ligji i ri KPM-s, duke i adresuar pra gjetjet e gjykatës kushtetuese, kurse ajo çfarë nuk kemi marrë përkushtim fatkeqësisht nga edhe deklarata e Këshillit të Evropës, është që kryeministri Kurti nuk është zotuar që do të ndalin sulmet e gazetarëve. Nuk është zotuar që ai do t'i denoncoj sulmet verbale që eksponentë të partisë të tij bëjnë në bazë ditore kundër gazetarëve. Dhe kjo është absolutisht shumë shqetësuese që kemi një kryeministër i cili nuk zotohet që edhe nuk i pranon në fakt. Kjo qeveri është në mohim të asaj çfarë ndodh, pra nuk e pranon që gazetarët janë në rrezik, le të themi, nga kjo shtytje e përditshme e tyre me deklarata dhe ata nuk duan ta kuptojnë, edhe pse e dinë për rrezikun që bartin, sepse japin platformë mira njerëzve lirika për t'i sulmuar verbalisht gazetarët, pra vetëm nëse e shohim komentet në shumë portale të konferencës sonë të kësaj dite ose komentet që do të vinë pas kësaj interviste, janë pra në linjën e asaj çfarë thotë qeveria, që gazetarët punojnë kundër interesit të Kosovës, që mediat punojnë kundër interesit të Kosovës, që është një retorikë e cila është nxitur dhe është përgatitur si e tillë, si pjesë e fushatës dhe ngruste të qeverisë negës. Dhe të tilla janë komentet në vazhdimsi, gjejmë unë shoh edhe në këtë live streaming që kemi çdo natë në emision, sa herë që ka një lajm që nuk i shkon për pushteti, që nuk është lavdrues për Albin Kurtin, por është sigurisht diç pasqyrim i punës